Robert Aliaj shpërthen ndaj Moza Ahmetit u shit për lek. Hyrja e poetes Mimoza Ahmeti në reality show Ferma VIP ka sjell reagime dhe debate të shumta në publik. Një prej zërave më kritike ka qenë artisti Robert Aliaj, i cili nuk i ka kursyer komente të ashpra ndaj saj. Gjatë një deklarate të fundit, Aliaj u shpreh se të qenit poet nuk nënkupton domosdoshmërisht të qenurit intelektual. Sipas tij, një intelektual i vërtet nuk duhet bëj kompromise me vulgaritetin dhe as të bëhet pjesë e formateve që ai i konsideron të papërshtatshme. Ti je poet nuk është kusht se je intelektual. Këtë duhet ta ndajmë. Intelektualët nuk bëjnë kompromise me vulgaritetin. Intelektuali është një zgjedhje në jetë, është si të thuash ADN-ja jote, deklaroi artisti. Robert Aliaj vjoj mëtej duke theksuar se një person që ka ndërtuar ndër vite një figurë publike dhe intelektuale nuk duhet sipas tij ta cënojë atë për arsye financiare. Nuk bën dot siç duan të tjerët të bëhesh si të tjerët. Aty dallohet një intelektual, nuk duhet të jetë pjesë e llumit. Për mua nuk shkon që një njeri i cili ka ndërtuar diçka në publik të shitet për lek, ka thënë ai.